E përpiu masivi minerali të kromit, rreth 800 veta të angazhuar për gjetjen e 29 vjeçarit Ardit Beshiri. Edhe pse kanë kaluar 7 ditë nga zhdukja e 29 vjeçarit, Ardit Beshiri, pas çarjes së një dige në Klos, nuk është bërë mundur gjetja e tij ende. Janë vetëm disa veshje dhe mbetje të eskavatorit me cilin punonte i riu, por ende nuk po gjendet trupi i tij. Në vendngjarje janë angazhuar mbi 500 persona, por shtrirja në rreth 6 kilometër e rrëshqitjes e ka vështirësuar gjetjen e 29 vjeçarit. Njoftimi i Ministrisë së Mbrojtjes. Më datë 3 maj 2025, rreth orës 14:30 në zonën e quajtur Qafa e Burrelit, afër fabrikës së përpunimit të kromit në bashkinë Klos, ka ndodhur një rrëshqitje masive dheu në një distancë prej rreth 2 kilometër. Gjatë këtij momenti në vendngjarje ishte duke punuar me eskavator një punonjës i një kompanie private që ushtron aktivitet në fushën e shfrytëzimit të mineraleve. Sipas së rrëshqitjes, punëtori është zënë dhe mbuluar nga masivi dheut dhe inerteve. Forcat e angazhuara në operacionin e kërkim shpëtimit, që nga dita e parë në vendngjarje janë angazhuar struktura dhe mjete të shumta për nxjerrjen e trupit të punojësit. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera, AKSEM, 74 punojës dhe pajisje speciale si kamera termike dhe skaner nën toksor, forcat e armatosura, 115 forca nga reparti ushtarak, 10-13 burrel, 12 efektiv nga baza mbështetjes emergjencave civile BMEC, me pajisje speciale për kërkim shpëtim në rënoja, 24 efektiv nga kompania EOD, batalioni Gjenjos, të pajisur me pajisje për detektimin e metaleve, policia e shtetit, 24 efektiv, urgjenca mjekësore pranishme në vendngjarje për ndihmën e nevojshme, Agjencia Kombëtare Burimeve Natyrore 6 punonjës, vullnetar 535 qytetar dhe 2 eskavator që janë duke punuar intensivisht në një pjesë të zonës ku ka ndodhur rrëshqitja. Strukturat lokale të angazhuara janë strukturat e pushtetit vendor të Bashkisë Klos, Bashkia Mat dhe të Prefekturës Dibër, mbështetje ndërkombëtare me koordinimin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile për shkak të kompleksitetit të operacionit dhe vështirësisë së terrenit në datë 6/5/2025. Përmes qendrave kombëtare operacionale të emergjencave civile është kërkuar mbështetje nga Kosova me forca të specializuara për kërkim shpëtim më datë 7/5/2025. Një ekip i specializuar i kërkim shpëtimit nga Forca e Sigurisë Kosovës i përbër nga 12 efektiv dhe 200 të trajnuar për gjetjen personave në rënoja është bashkuar me operacionin në terren. Kushtet në terren, sipas vlerësimeve në terren dhe diskutimeve me drejtuesit operativ, rrëshqitja ka përshkruar një distancë rreth 6 kilometër në një terren shumë të vështirë për ndërhyrje dhe kërkim. Në një segment të terrenit, rreth 500 metra nga pika e rrëshqitjes pranë fabrikës pasurimit të kromit, janë futur 2 eskavator për të ndihmuar në gërmimin dhe gjetjen e trupit. Koordinimi i operacionit. Operacioni po drejtohet nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera në bashkëpunim të ngushtë me strukturat vendore dhe qendrore. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile dhe strukturat operacionale mbeten të angazhuara maksimalisht deri në përfundimin e këtij operacioni dhe lokalizimin e personit të humbur.